هي جنة طاب وطاب نعيمها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që ta përjetojmë dhe këtë ditë madhështore. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na inspiron në veprat e mira, që me to ta shtojmë jetën tonë. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me temën si ta shtojmë jetën, duke lutur Allahun Azza wa Jall që ato ditë dhe ato muaj apo vite që kanë ngel, që Allahu Azza wa Jall të na lehtëson të jetojmë siç don Ai. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura." Thot është Ai Allahu Azza wa Jall që krijoi ditën dhe natën dhe e bani zavendës të njëra tjetrës, që njëra vjen pas tjetrës, pra ditët kalojnë. Për ata që dojnë të falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, apo për ata që dojnë të meditojnë, të mendojnë, të kuptojnë se përse kanë ardhur në këtë botë. Për atë Allahu Azza wa Jall u betu. Kur'ani i Kerim dhe betimet e Allahut Azza wa Jall nuk janë të kota, dhe nuk betohet Allahu Azza wa Jall në diçka vetëm që është me vlerë, dhe të na tërheqë vërejqën neve të gjithëve. Në atë që u betu Allahu Azza wa Jall, për këtë betim dhe për këtë sure, tha Imam Shafiu, si kur t'i kishte zbrit njerëzimit dhe vetëm kjo kaptin, vetëm kjo sure do t'ki kish mjaftu. Suratul Asr, betimi Allahu Azza wa Jall në kohën. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wal asr, innal insana lafi khusr." Pasha kohën, të gjithë njerëzimi janë në humbje, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kush përjashtohen nga humbja? Ata që besuan dhe vepruan vepra të mira, ata që porositën njëri tjetrin në të vërtetë, ata që urnuan në të mirë dhe ndaluan nga e keqja, dhe për këtë rezistencë dhe urdhër në të mirë dhe ndalimin nga e keqja u pregaditën me sabër. Pa dëledhë të ndërshëm,
Allahu Azza wa Jall në veçanti betohet në skajet e natës dhe ditës. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Wal fajr wa layalin ashr." Pra nëse s'mund të shfrytëzosh të gjithë kohën, përqendro në atë më të bekuarën. Aja është koha e sabahut, koha e mëngjesit, që pejgamberi Allahu të lut dhe tha: "Allahumme barik li ummeti fi bukuriha." O Zot, jepi bereqet ummetit tim në mëngjes herët. Wal fajr wa layalin ashr. Dhe pasha 10 netët. Pra 10 netët, siç kanë thonë disa dietar, 10 netët e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pra shfrytëzoni kohën, nga se Allahu Azza wa Jall nuk betohet në diçka vetëm që të na i tërheqë vërejqen dhe të na mëson se koha as gjithçka që e posedon njeriu. Me kohë ka mundësi ta fiton xhennetin e Allahut. Me humbjen e kohës ka mundësi që të bëhet banor i zjarrit. Pra të Allahu vazhdon dhe thot: nëse s'ke mundësi që të përqendrohesh në veçanti në mëngjes, që të shfrytëzosh begatit e Allahut, thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wad-duha wal-layli idha saja." Betohen paradita para namazit të drekës. Allahu betohet në këtë kohë të çmuar dhe thot: "Wad-duha wal-layli idha saja." Edhe betohet Allahu Azza wa Jall në natën, kur errësira e saj e mbulon gjithçka. Që thot Allahu Azza wa Jall: "Thesarat dhe begatit e Allahut janë në paradit. Thesarat e Allahut janë në natën kur errësira e natës e mbulon gjithçka dhe jetë i zbuluar vetëm zemra e besimtarit që ka frikë Allahun Azza wa Jall." Gjithashtu thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla." Pasha natën e cila mbulon çdo sen. "Wan-nahari idha tajalla." Dhe pasha ditën që Allahu Azza wa Jall me dëshirën e tij e boni dita që të zbardh çdo sen. Pse betohet Allahu Azza wa Jall në kohën? Pse betohet Allahu Azza wa Jall në këto kohra? Nga se na i ban me di. Nëse ne nuk dim të shfrytëzojmë kohën, dalmi para Allahut Azza wa Jall falimentues. Dalmi para Allahut Azza wa Jall të varfër. Ka se umetët që ishin para nesh jetonin më gjatë se ne. Megjithatë, Allahu Azza wa Jall lëshoi bereqete në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bani me pak që të fitojnë shumë. Umetët që jetuan para nesh jetoshin 101.000 vit, ndërsa jeta umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është mes 60 dhe 70. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amaru ummeti ma bejne 60 ila 70." Jeta mesatare umetit tim është mes 60 dhe 70. Dhe thot pejgamberi Allahut: janë pakica ata të cilët e të i kalojnë 70. Pra mrena këtire 60 vit, a me ndonë në lejët të ndërsh se këto 60 vite do të dalmi para Allahut dhe do t'jenë kapitali jonë? Ja se si, për shkak se të gjithë e dim ne, se mas paku gjumi 8 vite, i shkoqitin 20 vite nga 60. Pra jesin vetëm 40 vit. 15 vit, që nuk ka shënu në ta asgjë, flete bardh, para moshës madhore, 5 vite, ngranje dhe pirje, krejt këto bojnë 40 vit. Pra nëse jeton 60 vit, në ka ngellë vetëm 20 vit, dispozicion që ne të shfrytëzojmë ata të fitojmë xhennetin Allah, cili prej nesh që ndron ibadet 8 orë. Pra dhe kjo 8 orëshja është pjesë e punës për ata vëllezër të ndershëm. Ajo që është e rëndësishme të dihet se një orë në ditë mrena 60 vit, nëse adhurohet Allahu Azza wa Jall, dalmi para Allahut sikur ta kemi adhuru Allahun 3 vit, me 3 vite kapital. Nëse adhurojmë Allahun
dhe bojmë ibadet 2 orë në ditë, dalmi para Allahut Azza wa Jall, që kemi adhëru vetëm 6 vit. A me 6 vit e ibadet, don të krahasosh me melekët që jetojnë gjatë dhe që adhërojnë Allahun prej lindje deri në vdekje. Pra lejo të ndërsh, një njeri nëse mesatarisht jeton 70 vit dhe 2 orë vetëm në ditë ibadet, 1 orë namaz, 1 orë lexim të Kur'ani Kerimit, del me kapital ibadet tek Allahu vetëm 6 vite ibadet. Ka qka ibadet? Pra do lejo të ndërsh, 64 vite i kanë shku bosh. Po qka mendon për ata që nuk e kanë nda as 1 orë për të adhuru Allahun Azza wa Jall. Pra lejo të ndërshëm, atëre nuk ka me diç tjetër, vetëm që të hulumtojmë dhe të gjurmojmë, që të gjejmë vepra, që na shumë fishojnë veprat dhe na shumë fishojnë vitet e adhurimit tek Allahu Azza wa Jall. Do gjene këtë ajet që Allahu thot në suratul Ra'd, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim, wa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allahu Azza wa Jall shlien çka të don dhe lën pa shli atë që don, dhe tek Allahu është nona e librave. Nona e librit Al-Lawhi Mahfudh. Në komentin e këtij ajeti ka ndryshu komentator të Kur'ani Kerimit, çka shlien Allahu dhe çka nuk shlien Allahu. Mendimi parë i komentatorëve të Kur'ani Kerimit rreth këtij ajeti se çka shlien Allahu. Ka thonë Allahu shlien prej shariatave atë që don, pra letëson për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam çfarë të doje. Letëson për umetin, ndryshon shariatat. Allahu Azza wa Jall si çdon. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë, Allahu i shlien çdo sen që e kanë regjistruar me lekët, që në ta nuk është problem e as ndëshkim. Pra, kanë thonë komentatorët të Kur'ani Kerimit se me lekët shënojnë çdo sen. Ngrënien, pirjen, të folurin, nejen, gjumin, çdo sen. Tek Allahu Azza wa Jall nuk shpërblehet vetëm për disa vepra. Pa yamhu Allahu ma yasha. Allahu i shlien nga regjistrat çdo vepër, çdo fjalë, çdo lëvizje që e kanë shënu me lekët, që nuk ka për ta shpërblim e as nuk ka ndëshkim. Kjo mendimi i dytë rreth këtij ajeti. Mendimi i tretë, dhe ne i takojmë mendimit të tretë, siç thot Ibn Abbas dhe shumica e selefëve, apo disa nga selefët, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allahu Azza wa Jall shlien çfarë të dojen nga kaderi i tij me disa sebebe që i ka bo të ndryshojnë caktimin e Allahut dhe e lën pa ndryshuar nga caktimi i Allahut ato veprat, ato caktime që Allahu i ka përcaktuar, dhe tek Allahu Azza wa Jall Al-Lawhi Mahfudhi që nuk ka ndryshim në ta. Para ta ka thonë notën e kadrit, Allahu Azza wa Jall shlien kujt të doje, nëse e ka caktuar që të vdesat dhe vetë, ja shlien Allahu, ja zgjat jetën. Para atë kanë thonë pejgamberi Allahu, është lut pejgamberi Allahu, si transmeton Umu Sulejm, që i ka thonë pejgamberit Allahu, kja shërptori i jotë, pra Enes ibn Malik, luto për ta o i dërguari Allahut. Pejgamberi Allahut është lut dhe ka thonë, o Zot, shtoja pasurin. E pasuria nuk ka prej caktimit Allahut. Me gjë ata dhe pse risku me caktimin Allahut, ne jemi urdhëruar që t'i lipmi se bebat e riskut. Ashtu si që jemi lut, ashtu që jemi porosit që t'i kapmi, t'i veprojmë se bebat e riskut, ashtu gjithashtu lejohet që të veprojmë vepra për zgjatjen e jetës. Nëse caktimi jetës është kader, është sikur se risku kader, sikur që jemi porosit të përdormi ilaçin, edhe pse shneti dhe smuja janë caktimi Allahut. Mirë, pa mos përdorja ilaçit dhe banave e ban që të nxiton, apo të ndëshkohet njeriu
dhe kjo kejtë me caktimin Allah. Pra si kur që jemi porosit të përdormi ilaçet, lejohet gjithashtu që të përdormi vepra që na zgjatin jetën. Për atë ka thonë pejgamberi Allah, la yaruddul qada illa dua. Nuk e ndryshon caktimin e Allahut vetëm duaj. Duaja nga caktimi i Allahut, mirë po Allahu ka dëshë që lutja të luan rol në ndryshimin e caktimit të Allahut, si që ka bo Allah, nga caktimi ti kërkimi rizkot, sebeb që të afrohet rizko, dhe si që ka bo Allah caktim, apo sebeb përdorja ilaçit në shërimin e organizmit, që ashtu Allah i ka bo disa vepra të cilat ndikojnë në zgjatjen e jetës. Pra në zgjatjen e jetës kemi di koment, disa thojnë shtohet jeta realisht, dhe kja mendimi Ibn Tejmijas dhe unë i takoj këti mendimi, disa të qërë thuat se shtohet bereqeti jetës, dhe kjo nuk është largë mend, largë komenteve të haditheve të pejgamberit Allah. Me gjitha ta pse i takoj mendimit parë, nga se pejgamberi Allah o lot për Enes ibn Malik dhe tha, o Zot, shtoja pasurin, shtoja e vladat, shtoja jetën, dhe jepi bereqet në atë të cilët ja ke dhonë. Pra shtimi jetës e Enes ibn Malik ishte rezultat i lutjes duas të pejgamberit Allah. Pra lutja është një ndër faktor kryesor në ndryshimin dhe caktimin e Allah, në caktimin e Allahut Azza wa Jall. E nëse njani në rrëfen dhe në thot, si mund të komentohet hadithi pejgamberit Allah që e transmeton Ummu Habib. Ummu Habib e bashkort e pejgamberit Allah, kur pran pejgamberit Allah, o lot me këtë dua dhe tha, Allahumme metti'ni bi zawji Rasulullah. O Zot më ban që të dëfrohem të jetoj gjatë me pejgamberin e Allah. Wa bi Abi Sufjan, dhe me babën tim të jetoj gjatë Ebu Sufjanin, dhe me vllaun tim Muawi. Pejgamberi Allahut i tha Ummu Habibës, faqad sa'alti Allah li ajalin madrub, ju lutë Allahut për një ajal të caktuar, wa ayamin ma'dud, dhe për të dita të prera, wa arzaqin maksume, dhe për një rizk i përcaktuar. Tha pejgamberi Allah, ku të vjen ajali, s'ka sen që e vonon dhe s'ka sen që e ngut, po sikur që kishe lut Allahut Azza wa Jall që të mbron nga dënimi zjarit apo ndëshkimi varit, do të kishten ma mirë dhe ma ndërshmë. Ummu Habib, po i lutet Allahut Azza wa Jall që Allahut t'ja zgjat jetën pejgamberit Allahut, t'ja zgjat jetën babës së saj, Ebu Sufjanit dhe Muavijës, që të jeton ma gjatë me to. Pejgamberi Allahut thot, ja ke lut Allahut për e gjele të caktuara, ditë të ndame dhe risk të përcaktuar. A do të thot kjo hadith që na tregon se duaja është e kot nëse i lut me Allahut që Allahut na i zgjat jetën, lejo të ndërsh. Komentatorët e hadithit pejgamberit Allahut na i kanë komentuar dhe ka thonë komenti i parë, është se pejgamberi Allahut ndoshta është njoftu për jetën e tij, jetën e Ebu Sufjanit dhe Muavijës, dhe ka ditë se duaja dhe lutja e Ummu Habibit është e kotë, nga se jeta e tyre nuk ndryshon. Dhe Allahu ka thonë Kurani Kerim, ku i donë Allahu Azza wa Jall ja shlyen, pra ja ndryshon e ku i dojnë nuk ja ndryshon. Kjo është komenti parë. Dhe komenti ditë dhe mendoj se komenti më i parafort është se pejgamberi Allahut nuk e ka kundërshtuar në duan dhe lutjen e saj, mirë po ka bon ilustrim pejgamberi Allahut, ka bon me dije pejgamberi Allahut se me ju lut Allahut që Allahu të mbroje nga dënimi zjarrit dhe nga azabi varrit, është më mirë se sa të jetosh gjatë me ata që ke dëshirë të jetosh. Pra Ummu Habibin, pejgamberi Allahut nuk e qërtoi, po pejgamberi Allahut e mësoi se cila dua më e vlerëshme dhe më e mirë. Pra sikur ju kishe lut Allahut që Allahu të mbron nga dëshkimi zjarrit, të mbrojë Allahu nga dënimi varrit, ka qenë më me vlerë
dhe më e përshtatshme dhe më e preferuar se që të lush Allahu të jetosh me pejgamberin Allah në dunjë më gjatë, me Ebu Sufjanin më gjatë dhe me Muawijen më gjatë. Pra pejgamberi Allah në këtë rast nuk e kundërshton se duaja ka ndikim në zgjatjen e jetës, pa ndryshe si thënë, nuk e kish lut Allahu pa Enes ibn Malik që Allahu t'ja zgjatë jetën, dhe vërtet Enes ibn Malik jetoi më shumë se 100 vite dhe Allahu e begatoi me fëmijë dhe Allahu e begatoi me pasuri. Pra cilat janë veprat të cilat na i shtojnë imrin, mos na i shtofshin dunja, na i shtojnë regjistrat e Allahut në ditën e gjykimit. Axhëlleu të ndershëm, vepra e parë, çka të veprosh, vepro për Allah. Thot pejgamberi Allah, nuk e jep një sadaka që ke për qëllim fitirën e Allahut, vetëm se shpërblesh për ta, qoftë edhe nëse e jep kafshatën gruas tonë, a sadaka. Pra kjo është në jetë, sa është ai barabart, ai i cili ka dhonë për Allah, me atë të cilën nuk ka dhonë për Allah, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur janë kun fukarat, se pasanikët në të i kaluan dhe në të i kaluan dhe hinën xhennetin Allahut para neve, pejgamberi Allahu tha, s'ka dhonë Allahu dhe i për juve sadaka, a nuk e dini se me thonë subhanallah, a sadaka, me thonë alhamdulillah, a sadaka, me thonë la ilaha illallah, a sadaka, me thonë Allahu ekber, a sadaka, me ununë të mirë, a sadaka, me ndalun nga e keqja, a sadaka, tha dhe me pas kontakt burri me gruan e ti sadaka, të farfri thënë subhanallah, dhe me gruan e vetë, ka sadaka, tha qka me ndonim, nëse ka kontakt me atë që se ka në koror, a nuk i shkuet gjuna, tha në poja Rasulallah, tha pra dhe ati i shkuet sadaka, nëse e ka në një qa në halal, pra dhe të ndërsh, pra ata kanë preferu djetarët, se ban një jetë në gjdo veprimin tënë, dhe në gjumin tënë të shëndrohat në ibadet, në këtë formë e shtojmë jetë, nuk dalmi para Allahu të zogjel, vetëm me një vit, gjatë 60 vite kemi jetu, 59 vite shlien pa ibadet, vetëm një vit para Allahut me ibadet, cili prej neve një orë, një jetën e vetë e kalon një ibadet, një orë me kalu gjatë 60 vite, para Allahut të zogjel dalin 3 vite, këto 3 vite, këto 60 vite krejt, pra 100.000 ditëve, një vjetë që i përbohet e ka Allahu, 60 vite bojnë vetëm 3 minutë. Vetëm 3 minutë. 60 vetë me adhuru Allah. Del për Allah, të Allahu Azza wa Jalla është një ditë të 100.000 vjetë. Si ka thonë, Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim, inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Del për Allah 60 vite me pas adhuru Allah, para 100.000 viteve bojnë sa 3 minuta. 3 minuta Allah të Azza wa Jall ibadet, po cili prej neve e ka adhuru Allah në Azza wa Jall 60 vite. Ska asash e mundur, një orë në ditë, mëra në 60 vite, bojnë 3 vite. Këto 3 vite, pra 100.000 vite, bojnë sekonda. Ka që e ka adhuru Allah në Azza wa Jall, pas ta i ti me ndonë se gjennetin e Allah me këto sekundat e ibadetit tënë e fiton me punën tëne, për atë pejgamberi Allah në ka porositën që t'i rrim veprat dhe transmeton Thauban ibn Sam'ani, i cili ka thonë pejgamberi Allah, atë ju tregoj për disa njerëz që dalin ditën e gjykimit me vepra sa kodrat, me namaz natë sa kodrat, me agjerim sa kodrat, Allahu ja ban plun dhe s'ja pranon. Thaubani thot në tregoj a Rasulallah, kush janë ata që Allahu Azza wa Jall ja gjithson veprat, që mos të jemi nga ato, thot pejgamberi Allah, ato janë nga mesi juaj, nga vëllezrit e juaj, veshën si ju, flasin si ju, mirë ba, janë prej atinve që bojnë namaznate si ju, agjerojnë na file si ju, këtë ngelin ata në mesin e gjuna qarë, këtë ngelin ata mes tyre dhe Allahut, i bojnë haram e gjunat. I shlien veprat e mira. Allahu ja ban plun, përse?
Për çka se nuk kanë frikë Allahun Azza wa Jall, kur t'jesin mes tyre dhe Allah, kur nuk I shef askush vetëm Allah. Pra dhe të ndërsh, vepra e parë e cila në kështon jetën, është kemi për qëllim kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall në çdo veprim tonë. Qoftë edhe gjumi mund të jetë ibadet, nëse njeri u pushon që të forcohet për ibadet. Ka mundësi dhe ushqimi të shëndrohet në ibadet, nëse ban jetë që të forcohesh të adhurosh Allahun Azza wa Jall. Vepra e dytë është majtja e lidhjes me farefisnin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizq." Kush ka qef që rizki t'i shtohet, wa an yunsa lahu fi athari, dhe të jeton gjatë apo të përmenet gjatë, falyasil rahimah, mos t'i ndërpret lidhjet me farefisnin. Mbaqja e lidhe me farefisnit nuk do të thot me I shku ati që të vjen, do të thot me I shku ati që të vjen. Për ata në leo të ndërshëm, Abdullah Mesudi ishte me gjlis dhe tha cili është që I ka të shkëputara lidhjet me farefisnin e ti let ngritet, se po doj me I lut Allahut, e Allahu nuk na përgjigjet nëse në mesin ton ka njerëz që I kanë shkëput lidhjen me farefisnin. Për ata transmetohet se rahmeti Allahut, mëshira Allahut, ndihma Allahut, rizku Allahut nuk zbret tek ai që I ka shkëput lidhjet me farefisnin. Për ata farefisi ngritën ditën e gjikimit dhe I thot Allahut Azza wa Jall, ndërprej lidhjet me atë që I ka ndërprej lidhjet me mu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, moral I mirë, wasilatu rahim, majtja e lidhjeve me farefisnin, wa husnul jivar, kojshillëku mirë, thot jamun në djar, wa jezid në filaman, ngritin shtëpit, palat, I bojnë, lulzojnë shtëpit, Allah zbret në shtëpi lumëtori, tek tilt, tek ata që kanë moral të mirë, tek ata që I majnë lidhjet me farefisnis, dhe tek ata që shtilën mirë me kojshit, o jezit në filamer dhe ishte njetë. Pra farefisnia është një ndër veprat që I ashton në jetën, pra të ka thonë pejgamberi Allahut, ma një lidhjet me farefisnin, qoftë dhe me selam, qoftë dhe me selam. Kush janë farefisnin? Farefisnin janë ata të afarit nga gjaku, dhe të afaritit nga qumshi, dhe të afartit nga dini. Këta e farefisnin. Farefisnia është atë që je afar në din, thot Imam Kortubi, ka dy lloj farefisnie. Një lloj farefisnie jo e zgjedhur dhe farefisnia e ditë e zgjedhur. Farefisnia e zgjedhur është ma e vlerë tek Allahu se sa farefisnia jo e zgjedhur. Pra farefisnia e zgjedhur a vllazni lloki në din, ndërprerja e vllazni llokit, hidhrimi I vllazni llokit, a ndërprerja e farefisnis, për çka s'ka farefisni më të afër se vllau. Allahu thot në Kur'an I Kerim, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër. Majtja e lidhjeve me to është që e zgjat jetën, sjellja e mirë e zgjat jetën, siç e përmenëm në hadith të pejgamberit Allahut, ka thonë pejgamberi Allahut, ai që ka sjelljen e mirë e arrit shpërblimin e atij që falet natën dhe agjeron ditën nafile. Moral I mirë, sjellja e mirë na I ban që ditët tona të jenë ibadet, sikur ai që ban namaz natë nafile dhe sikur ai që agjeron gjatë ditës. Gjithashtu, majtja e lidhje apo sjellja e mirë me fqinjen me kojshin. Pa tregohet për një grua e cila ka bo namaz natë vullnetar, ka agjeru nafile, mirë po e ka shqetësu kojshin e vetë. E kanë përmend të pejgamberi Allahut, ka thonë pejgamberi Allahut nuk është grua e mirë ajo banore zjarit. Pastaj ja përmendin pejgamberit Allahut një grua e cila nuk bën nafile shumë, mirë po I fal farzet, agjeron Ramazanin, mirë po ncjellet mirë me kojshit, ka thonë pejgamberi Allahut, ajo është banor e xhennetit. Gjithashtu prej veprave që na zgjat jetën
Ash me fal namazin me xhamat. Thot pejgamberi Allahut, namazi me xhamat ka vlerë sa 27 herë vetë me fal. Njani një vit ka jetu në Islam, e ka fal me rregull namazin me xhamat, del para Allahut sikur 27 vetë me u pas falen vetë. Ta beshen, sa është probleme të mëdhaja, si kena mundësi në sevapët i shtojmë tek Allah, me fal me xhamat, pos shpërblimeve qera, sa 27 herë vetë me fal. Apo një transmetim, sa 25 herë. Ibn Hajar Asqalani ka bashku këto të transmetime dhe ka thonë, namazi me xhamat pazon e ka shpërblimin sa 25 herë vetë, dreka dhe këndia. Namazi farz me zon e ka shpërblimin me xhamat sa 27 herë. Pra kujdeso që të falesh me xhamat, që të shumë fishosh vepra tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, ai i cili merr abdes në shtëpi e nuk e lën që të morën në xhami. Pra ai që merr abdes në shtëpi dhe del për namaz, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka shpërblimin sa një haxh me kri. E ka shpërblimin sa një haxh me kri. Pra ai që 5 herë merr abdes në shtëpi dhe del prej shtëpis, shkon në xhami për të falë, sikur 5 haxha me i paskri. Gjithashtu prej veprave të cilët na shtojnë thevapin, është me u falë në safin e parë. Pejgamberi Allahut është lut 3 herë që Allahu ta falë safin e parë, është lut vetëm 1 herë për safin e dytë. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut, Allahu dhe melekët, pra Allahu lavdrohet, krenohet me safin e parë. Allahu krenohet me safin e parë. Melekët lutën për safin e parë. Pra safi parë ka shpërblim të madh te Allahu, në veçanti nëse janë safi parë dhe nga ana e gjatë. Gjithashtu, prej veprave të cilët i na shtojnë imrin, ata kujdesmi për ditën e xumës, dita më e begatshme tek Allahu. Gjibrili a.s. te pejgamberi Allahut me vete mante një sen në dorë, i përngjajt të pasqyrës, në ta ishte një njoll në pike zezë. Dhe e pyet pejgamberi Allahut dhe i thot, çka është kjo? Thot Gjibrili a.s. Kjo dita e shtimit, kjo jaumu mezid. Për këtë ditë, këto umetët janë përpik të qëllojnë së ne kanë qëllu. O përpikën që i futët të qëllojnë këtë ditë, së ne qëlluan, menduan se dita e shtun, dita e bekuar tek Allahu Azza wa Jall. Krishterët u përpiqën të që ata qëllojnë ditën e bekuar, megjithatë se ne gjetën, menduan se dita e dillën dita e bekuar. Ju muslimanët ja qëlluat dita e xumës, a dita e bekuar, dita kur Allahu e ka kriju Ademin, dita kur Allahu e ka shtin xhennet Ademin, dita kur Allahu e ka nxjerr Ademin prej xhennetit. Dhe thot pejgamberi Allahut, në ditën e xumës ndodh dita e kiametit. Nga se nga ditë ka zbritën baba njerëzimit, Ademi alayhi salatu wasalam. Pa thot pejgamberi Allahut, dhe thot pejgamberi Allahut në hadithin e Xhibrilit, kur e pyet pejgamberi Allahut e çka kjo njolla apo pika zez, kjo thot një çast ditën e xumës. Nuk i lutet robi Allahut, vetëm Allahu Azza wa Jalla pranon atë lutje. Kanë thonë mendime ndryshme kur është kjo kohë. Disa kanë thonë prej kohës kur hatibi ligjeruesi del minber deri të falet namazi xumës. Nuk i lutet një rob duke qenë namaz, vetëm Allahu Azza wa Jalla i përgjigjet. Për ata Ebu Hurajra u çudit kur e ndëgjoi këtë hadith, për shkak se Ebu Hurajra mendonte dhe kjo është mendimi më i saktë që mendojmë, se koha e pranimit të duas në ditën e xumës as pas namazit të ikindis deri në akşam nuk qëllon një rob në namaz, siç ka thonë pejgamberi Allah, dhe i lutet Allahut me çfarë të doje, Allahu ja plotson dhe i përgjigjet atij në lutjen e tij. Ebu Hurajra e pyet Amr ibn Asin dhe i thot, apo Abdullah ibn Amr ibn Asin dhe i thot, si ka mundësi ditën mas ikindis njeriu të jetë namaz? A nuk ka ndalu pejgamberi Allahut që të bëjmë namaz mas ikindis? Si ka mundësi me qenë namaz, edhe me qenë koha mas ikindis? Është përgjigj dhe ka thonë, a keni harruse, ai që del në shtëpis me abdes
dhe nuk e nxjerr prej shtëpis ditë tjetër vetëm namaz. Vjen në xhami më herët, ulet në xhami, aja është namaz, aja është namaz. Pra nëse del ditën e xumës, para akşamit, del më herët në xhami dhe ulesh, pasi ti fal direqat namaz për shëndetje të xhamis dhe i lutesh Allahut Azza wa Jall, vetëm Allahut Azza wa Jall i përgjigjet lutjes tonë. Pa atë ka thonë pejgamberi Allahut, ndëgjon e ketë se si ta shtojmë jetën, ka thonë pejgamberi Allahut, men ghassala yawm al-jum'ati wa ghtasal. Ai i cili pastrohet ditën e xumës, jo natën e xumës. Ditën e xumës është ibadet i veçantë të pastrohesh. Shumë dietar ka të mendimit se pastrimi gusli ditës xumës është obligim vajib. E pse ne i takoj mendimit se a sunet i fort, pastrimi ditën e xumës të pastrohesh vetëm për shkak se është e xumës. Thot pejgamberi Allah, men ghassala wa ghtasal. Ai i cili lahet vetë dhe ghtasal dhe i çon në qert të lahet. Komentin wa ghtasal kanë ardhi koment. Disa ka thonë ai që i pastrohet trupin dhe e lan kokë. Kja është kuptimi ghassala wa ghtasal. Ka la trupin dhe ka la kokë. Mendimi dytë që shumica e komentatorët e hadithit thot, ai i cili është i martuar dhe ban kontakt me gruan e vet natën e xumës. Pra dhe pastrohet prej xhunubullukit, që bëhet që të lahet vet, pastrohet dhe i çon qert pra gruan e tij të lahet. Pastaj thot pejgamberi Allah, thumma bakara wabtaka. Pastaj del prej shtëpis herët. Sa herët? Derisa imami nuk ka hi apo nuk ka ngjit në hutbë. Kur ngjitët imami në hutbë, ato që i regjistrojnë emrat kush ka në xhumë, melekët nuk i regjistrojnë, për shkak se janë vënë. Imami që duhet ditën e xumës me ardh, hoxha. Pejgamberi Allah ka qenë imami që ka hinë xhamin. Për ata në lejo të ndërsh, ai cili del herët, wa beteker dhe ulet më përpara, wa mesha wa lem jerkeb dhe ka hecë në kam dhe s'ka hip, dhe afrohet afër imamit, wa stema wa ansat dhe ndëgjon dhe hesht. Sa ai cili flet, duke fol imami, duke ligjeruar khatibi, i upin sevapët e ditës xumës. Pra hesht dhe ndëgjon, thot pejgamberi Allahut, dhe nuk loz. Përpara kanë lujt me guraleca, tash me telefon. Dhe nuk ja kthen përgjigj mesazh, nuk shkruan mesazh. Nuk loz, pa përqendrohet. Sa sevape ka? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo hap që e ka qit, e ka sevapin sa një mot një vjet me pas agjeru ditën dhe me bota natën namaz. Pra se ka shpirë 100 hapë. Një xhumë sa 100 vet ibadet. 4 xhumë në muajt. 4 xhumëja nëse i fal ki njeri, sa 400 vjet me pas agjeru na file. Për çdo ditë dhe me pas bo namaz natë çdo natë. 400 vjet. A përshë që shtojmë jetë? Po nëse një mot a i kujdeset për këtë sunet, dhe s'paku 100 hapa i qetë për me anë xhumë, këto bojnë 5.000 vjet i badet. Po nëse 10 vjet, 50.000 vjet. A peshev lejo të ndërsh që ish kena mundësit me dalë zengin për Allah. Një hap që e qetë, vjen në xhami, pra në veçanti ato që janë afër, a sunet ditën e xhumës me arë në kam. Për çdo hap, e ke ka një mot se vape. A ka më bujarë se Allahu Azza wa Jall, cili të jepë rogën, ne tash mërgjintar në kanë ardhë, një i dëshirojmë mirë se ardhë. Dhe kjo është një ndër lëmoshat e tyre, që ato kanë ardhë me vizitu farefisnin. Dhe lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu për çdo hap që e kanë qitë, Allahu t'i shpërblejë me të mirët e tyre. Ama ato kanë drejt gëzohen fund vitin. Na çuditmë me këto tonë, që cilët gëzohen fund vitit se po vjen vit i ri. Ato gëzohen se vinë familje, gëzohen se i shohin të afërmit. Dhe i burgosi ka drejt atë gëzohet se afrohet ditët me dalë. Po dhe ushtari kur ishte me një zaman, e u gëzoke se u kalojshin ditët. Pra ka të drejta gjithashtu. Të gëzohet punëtori nga se e merr 13 në rrogë, apo e merr funimujt. Mirë po këto qiqana që i gëzohen. As punëtor
e as të burgosur, e as gjë që nuk përfitojnë këto në çudit. Pa ata vëllezër të ndërsh, ata të cilët pra vinë në xhami ditën e xumë herët, e kanë shpërblimin të madh. Por çdo hap ka një më se vap. Pra ja japin perëndimi 13 rrok, cili prej atinve ka mundësi për çdo hap që ke arë në firmë me të pagu ti e ka një më të mot. A ka të një firmë? Pra firma vetëm e Allah. Vetëm Allahu azza wa jall është ka që bujar. Gjithashtu vëllezër të ndërshëm, kujdesu që të krish haqë dhe umre sa ke mundësi. Said ibn Musejbi i pat kryen 40 haqë. Pse? Se një namaz nëse i falë dire qatë a gjem, bojnë sa 100.000 namazë, sa 46 vetë për dire qatë namaz në qabë. Allahu na mundsof gjithë dhe mu falë sa ma shumë në këtë vend. Dire qatë namaz në qabë, sa 100.000. Pa ata se lefat i kanë mledhën, e kanë shtridhë vetën, deri të shkojnë në këtë vend, që të ashtojnë jetën e tyre, me dire qatë namaz, sa 46 vite mu falë në vendlinjën tonë. A përshë sa është problem të ma? Po nëse të mëson Allah në Ramazan me shku, ka thonë pejgamberi Allah, ai që e kri në umrë në Ramazan, e ka shpërblimin si me pasbo haqin me mu, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ashtu prej vepra që ashtojnë sevapët, në ashtojnë vitet, me falë sunetin në shtëpi. E pse këtë ndëshkim, inshallah e kanë muezinat bashkë me imamat, të cilët e therin e zonin, dhe kër a therin e zonin Allahu Akbar, që e zoni është lajmërim, edhe thot haja lë sala, haja namaz, ato ma mirë është me thonë falë në të shpia se s'ki një vakt më me ardhë. Dhe dhe Allahu Akbar do thonë, si mos ishë njës, a si mos ishë në gjami, mos o njësë se në më rrim. Shpejt, ekspres, tranzit, pra lejo të ndërsh, sunetët me i falë në shtëpi. Çfarë problemi ka? Ndëgjoni këtë ditë. Ka thonë pejgamberi Allah, ai që e falë një sunet një nafilë, ko që shofin njerëzit, e ka shpërblimin sa 25 herë ko e shofin njerëzit. Ko i falë ka sunetët shofin njerëzit. Në shtëpi nuk shofin njerëzit. Shpërblimi sunetin të falët në shtëpi 25 herë më shumë. Të më ndonë ti ka dire qatë mi falë para qdo namazit, para se me dalë ti në gjami. Sa bëhen këto? Pra ti miliarder bëhesh me sevapë. Miliarder me të mira del para Allahut azza wa jall. Ja ashtu namazi para drekës, namazi të uabin. Ka thonë pejgamberi Allah, dire qatë namaz para drekën, e ka sevapin sa 360 sadaka me i dhonë. Dire qatë namaz para drekë. E në lusim Allahun azza wa jall, që Allahu të na ban nga ata të cilët e shtojmë jetën tonë me të mira dhe paksojmë me të këqija. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Pra dhe të ndërshëm, veprat të cilët na i shtojnë jetën janë më shumë se 30. Ne vetëm disa nga ato i cekëm. Gjithashtu prej veprave që të cilët na i shtojnë sevapën, na i shtojnë të mirët tek Allahu, thirrja e zonit, edhe ndëgjimi i muezinit dhe përgjigja që thot ai. Pejgamberi Allahut ka thonë, nuk e ngrit e zonin një njeri, vetëm se çdo gjallënes edhe çdo send i ngurt do dëshmon për ta në ditën e gjykimit. Dhe ka sevapin e çdo kujt që vën dhe i përgjigjet falët. Pra njani që e therr e zonin me një kohë, nëse vin 100 namazli, kje e ka sevapin sa 100 herë mu pas falë. Ka thonë, ja Rasulallah, po kështu muezinët na i te kaluan, ka thonë pejgamberi Allah, pra thuni dhe ju, si që thotë muezinim, edhe në fund lut një Allah, se Allah e pranon lutjen. Ka thonë disa djetarë do thotë, dhe ai që ndëgjon muezinin, ko thotë Allahu Akbar, ki thotë Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ki thotë ashhadu an la ilaha illallah. Ko dvejnët e fjala hajjale salah, eja namaz thue la hawla wa la quwwata illa billah. Hajjale al falah, ai që ndëgjon, thot la hawla wa la quwwata illa billah. Pse? Por çka se ki thot eja namaz, eja në shpëtim. Thue la hawla wa la quwwata illa billah. Nuk ka mundësi ti përgjigje muezinit, vetëm
nëse i posedoj diçështje. Cilët janë këto? Haul dhe ku, vullnet dhe forcë. Nëse me pas takat, a mundesh me anë xhami? S'mundesh. Po njerëz janë mashallah fitness, ka 300 kg i ngrejnë, hamo shurdha ndaj muezinit, kanë kuvet të madh. Megjithatë e shef atë 200 kg i ka bo, kur muezini se një përgjigjet. A dini pse? Se s'ka vullnet. Pra vullneti dhe fuqia është prej Allahut. La haul wala quwa. S'ka vullnet, s'ka fuqi, vetëm Allahu nëse të furnizon. Pra ata i thua la haula wala quwata illa billah. O Zot, më furnizo me vullnet, me kuvet që ti përgjigj një muezinit, pra nëse e përfundon luçi Allahu, që atëre pranohet duaj. As ke as një kërkes me ja pashru Allah, e ai cili e tharet, pra e zonin, është prej atinve që Allahu Azza wa Jall e shpërblen, sa janë fal njerëz në xhami, ai ka sevapët, po do t'i ketë dhe ai që ju ka përgjigj muezinit, inshallah, për çkak se ki e ka jetin, me pasqen në vendin e tij e kishte therë zonin. Me pasqen në vendin e tij e kishte therë e zonin, gjithashtu prej vepra që ashtojnë, lutu për besimtar. Ka thonë pejgamberi Allahu, nuk lutet një njeri për besimtar që Allahu t'i fal, vetëm për çdo kokë të muslimanit e ka një sevap. 1 miliard musliman. Thuaj o Zot fali musliman. Te disa janë viç pak. Deri 20-30 musliman. Te ato i kanë çekaç vetëm çekaç sevap. Ndërsa te ato që i ka shumë musliman, ai që lutet për besimtar, ka thonë pejgamberi Allahut, nëse thot o Zot fali musliman, 1 miliard e 200.000 musliman afërsisht për një fjalë 1 miliard e 200.000 sevap. Po nëse ja shton dhe thuje o Zot, fali musliman të gjallë dhe të vdekur, atëre bëhesh biliarder me sevape. Pra vëllezër të ndershëm, mos dalmi para Allahut Azza wa Jall me vepra të cilat janë të mangëta, kurse Allahu i ka bën lehtë dhe kollaj që ta filtojmë shpërblimin Allahut, dhe siç e dim se na jena pranë një feste të huaj, për këtë arsye mesazh për ata të cilët janë para pregadit, i kanë stolis shtëpit e tyre, i kanë pregadit sofrat e tyre. Vëllezër të ndershëm, a ka mundësi të bashkohen ata të cilët e lexojnë fjalën e Allahut, që Allahu thot qul huwallahu ahad, Allahu është një, nuk ka lind dhe nuk ka lind Allahu, dhe prej tij askush nuk ka lind. A mund të jenë të barabartë me ata të cilët thojnë Zoti jon ka lind dhe prej Zotit ton është lind? A mund të jenë të barabartë ata të cilët i thojnë Meriemët është gru e ndershme, gru e devotshme, nona e saj, të barabartë me ata që akuzojnë Meriemën me zina, me lavir? E njëri prej neve thot, çka ti baj, po ma oron Bajramin, se kam qare dhe unë pa ja oru festën e vetë. Vëllezër të ndershëm, çka po i oron? Po oron ti, po manifeston, po kremton ti se Zoti jot ka lind. Çfarë Zoti adhuron? Ndëgjoj këtë fjalë të Allahut Azza wa Jall, që Allahu i ka zbrit në surat Maryam, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Than ata se Allahu Azza wa Jall ka fëmijë. Laqad ji'tum shay'an idda. Vërtet ju keni akuzu me një akuz të shëmtuar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu. Kanë qenë duke u coptu qejt. Wa tanshaqqu al-ard. Dhe ka qenë duke pëlsit toka. Wa takhirru al-jibalu hadda. Dhe kanë qenë duke u shem malet. Andau li Rahmani walada. Toka, qiell dhe malet po shemen për kremtimin e atinve që e kremtojnë një ditë dhe pretendojnë se Zoti tyre ka fëmijë. Abdullah ibn Abbas i thot, prej shirkut, prej frikës së shirkut, toka, qiell dhe malet janë kon duke pëlsit dhe duke ditë madhëninë e Allahut. Madhërinë e Allahut nuk e ditën në vetëm njerëzit dhe gjinë. U banën ignorant bijtë Ademit. Toka dhe qiella së mbeban. Toka dhe qiella po i dhërohet për Allahun Azza wa Jall, kurse ti mbi tokë që s'ke qare pa ta, në kupën e qiellës po kremton, po feston. Thot Allahu Azza wa Jall,
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Ai takon Allah, ai takon mëshirëflatit që të merë fëmin. In kullu men fis samawati wal ardi illa ati rrahmani abda. Çdo sen që kanë tokë dhe qiell do të vinë para mëshirëflatit si kur rob. Laqad ahsahum wa addahum adda. Mos harro se Allahu ka regjistruar çdo sen dhe Allahut azza wa jall nuk i ka asnjë sen. Wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda. Do dilsh para Allahut azza wa jall i vetmuar. Do dilsh para Allahut azza wa jall vet. Para ata ke kujdes. Për çka se ata që kremtojnë, ata kremtojnë se Allahu azza wa jall ka lind fëmijë. Ata kremtojnë lindjen e Zotit të tyre. Zoti jot ka lind. Zoti jot ka fëmijë. Zoti jot ka bashkëshortë. Allahu din gjet biftane pastaj thua, jo unë vetëm po gëllumullomi po të bomi ta kalojmë një natë. Cilën natë? Natën të cilën e idhrojnë Allahu, a më këtë formë je porosit për jonës Allahu të zogjel, pa ata thotë Allahu në Kurani Kerim, mal Mesihu ibn Maryam illa rasul, kad khalet min qabli rusul. Mesihu, pra Isa ibn Maryamit, nuk është i shqetër vetëm si pejgamber që ka pas për para, dhe mbas ati pejgamber. Wa ummuhu siddiqa, dhe nanën e ka pas të ndërshme. Kana yahkulani ta'am, kanë qenë njerëz që kanë ngeronën si kur gjithë njerëzit. Undhur kejfe nubeyyinu lahumul ayat. Thotë Allahu shiqojnë asa qartë po i sqarojmë. Po i sqarojmë, po i dëftojmë se Isaja robi Allahu. Po i dëftojmë se Merjemi është gru e drejt e ndershme. Undhur kejfe nubeyyinu lahumul ayat. Thumë ndhur anna yufakun. E pastaj këshiri ata se si nuk i përfillin urdhat dhe mësimet e Allahut azza wa jall. Pra Allahu të ndershëm, natën dhe ditën e idhrimit mos i shoqëro ato në vendet ku manifestojnë ato. Këtë ka thonë Omer ibn Khattabi se kanë frikë se idhrimi Allahut zbret mbi to dhe ju godit edhe juve. Pra nuk lejohet të urosh, nuk lejohet që të pranosh urim, nuk lejohet të bashkangjitesh në urim, nuk lejohet të manifestojsh, nuk lejohet të gëzosh. Me çka gëzosh? Gëzosh pëse të tash i ki pas 50 vetë, tash po i ban 51 vetë. Val këtë 50 vitim që belon mas, 2016 që belon mas, je i kënaqëm me ibadet, je i kënaqëm me të mira që ja ke bo Allahu tanë, a je i kënaqëm, ke morë garant për janës Allahu, se Allahu azza wa jall të ka garantu se banori xhenetit. Me çka gëzosh? Për çka po gëzosh? Këto janë festa pagane, ani se në shesin për allat e qertë, për çka këse kjo i mbush vetëm gjepat e biznismenave, për shkak se kjo fest pagane, se nga se ata kanë fillu tash gëzohen të qenin sinjë, se Zoti tyre ka fillu të shërohet. Pretendoj dhe mendoj se 25-ën, pra ju e dishin i netët gata, nota e gjatë, errësire madhe, ditët e shkurta, e ato që adhurojshin ditën, ato që adhuruan dritën, menduan se Zoti tyre as mund. A mund që ka të shumë mu shkurtu dita? Nota ka që gatë, pe 25-ën fillon nota mu shkurtu dita, mu zgjatë mu përmisu Zoti i paganëve. E këto paganët tonë, që na kanë ardhën të cilët se kanë ndryshu as njësën, pa ata nuk e manifestojnë, e qiqanët as nuk dinë se që ka manifestojnë. Pa ata dhe ato e kanë mund bredhin për para, e jeshil të gjebër, e zbukurojnë ata dhe pretendojnë se kejtë kështu viti ka me shku, se rezistencës të ftoftit i ka qëndru vetëm bredhi. Pra ekipati nuk ka thoh vetëm bredhi, për ata dhe ne kemi me i qëndru si pas atyre rezistencës të këshive. Kja Zoti atyre që manifestojnë, a i lejon i vetën tonë, që të ulesh në nivelin e tyre, që të pretendosh se bredhin shpjen tonë, jeshillëkin shpjen tonë, ka me të rujt tije pis provave, ka me të gjetë kismetin, ka me të mush gjepin, ka me të furnizu barkon, prallet të ndërshëm. Këto janë prallet e prallagjive, me gjithata, për fat të keq, shumë herë po në ben rasti me folë. E është e çuditshme, se edhe në këtë zaman, njerëz të cilë nuk e dinë se prej ka ardhë, as fes komtare,
e as fest fetare, pa ata kejt të pregaditër për një ditë, ndërsa veç mos të pregaditën për një ditë. Pra u pregaditën për shëngjert, u pregaditën për shmitër, u pregaditën për vitin e ri, u pregaditën për festën e 8 marsit, u pregaditën për festën 21 marsit, u pregaditën për 1 majin, 1 aprilin, për të gjithë u pregaditëm vetëm për një ditë e harruam, ditën e takimit me Allahun Azza wa Jall. Pa ata Allahu ka thonë, ja ejuhalladhina amenu, ittaqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. O ju që keni besu, keni frikë Allahun dhe kujtoni një ditën e takimit, përgatitni për ditën e takimit me Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na i fal mëkatet, Allahu i shëroft të smurit, Allahu Azza wa Jall i ndihmoft nevojtarve dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na pranon luqet, Allahu Azza wa Jall të na shmonge nga manifestimet e tyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos të zbret në dëshkimin dhe idhrimin e tij, për çka se e bojnë mendjeletit tan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.